Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani vetëm 6 kumbulla të thata në ditë, do mrekulloheni me atë që i ndodh trurit dhe zemrës. Të ngarkuara me lëndë ushqyese që mbrojnë në kockat tuaja dhe përmirësojnë mirëqenien tuaj të përgjithshme, kumbullat e thata mund të jenë një nga ushqimet më të rëndësishme për plakjen e shëndetshme dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Por çfarë janë kumbullat e thata? Shumëllëshmëria e zakonshme janë kumbullat europiane, të cilat shumë gjasa origjinën e kanë nga lindja e mesme. Njerëzit i kanë përdorur ato për të promovuar një sistem të shëndetshëm të tretjes dhe për të zvogëluar rrezikun e shumës sëmundjeve ndër shekuj. Kumbullat e thata përmbajnë një sasi të madhe të sheqerit, por janë gjithashtu të mbushura me fibër, të cilat ngadalësojnë në përthithjen e sheqerit në qarkullimin e gjakut. Fibrat gjithashtu ndihmojnë në luftimin e kapsllëkut dhe problemeve të tjera të tretjes, siç janë hemoroidet, të cilat janë më të zakonshme të moshuarit. Fibrat gjithashtu ndihmojnë në rritjen e bakterieve të dobishme të zorrës, të cilët kontribuojnë në humbjen e peshës. Përveç kësaj, ulëntimet tregojnë se ajo nxit ngopjen, duke jo bërë më pak të prirur për të ngrënë më tepër. Vetëm gjysmë filxhani me kumbulla të thata do të gjeni edhe 6 gram fibër, që është një dozë e madhe për organizmin. Kumbullat e thata janë gjithashtu të larta me lëndë ushqyese të tjera jetike si kalium, vitamina të tjera kyçe si vitamina A, K, B6, niacin dhe hekur. Kur bëhet fjala për shëndetin e muskujve dhe të kockave tuaja, kumbullat e thata janë një shtesë e shkëlqyer për dietën tuaj. Ato përmbajnë në borë një mineral i nevojshëm për ndërtimin e kockave dhe të muskujve. Sipas një rishikimi shkencor të vitit 2022 nga Advanced Nutrition, një revistë akademike e Oxfordit, kumbullat e thata janë antiinflamatore dhe funksionojnë si antioksidant në trup. Duke reduktuar inflamacionin, lëndët ushqyese të kumbullave të thata reduktojnë stresin oksidativ në qelizat e kockave. Kjo nga ana tjetër promovon dëndësinë më të mirë minerale të kockave, veçanërisht gratë pas menopauzës. Ulëntimet e mëparshme e mbështesin këtë teori, siç tregon një studim i vitit 2016 nga Osteoporosis International. Konsumi i kumbullave të thata ndihmon në parandalimin e humbjes së masës kockore të gratë pas menopauzës që ishin osteopenike. Gjithashtu, për të parë rezultate, këtyre grave ju desh të hanin vetëm 5 deri në 6 kumbulla të thata në ditë, plus një studim tjetër nga Scientific Reports tregoi se konsumi i kumbullave të thata redukton efektet e rrezikut të masës kockore. Përfitimet janë të mëdha, lëkura do të marrë përfitime gjithashtu edhe shëndeti flokëve. Për shkak se ato janë të ngarkuara me ekur, kumbullat e thata kanë gjithashtu përfitime bukurie. Mungesa e ekurit, e cila është shumë e zakonshme te gratë e moshuara, zakonisht shkakton dëmtime oksidative në lëkurë, duke çuar më së shumti në rrulla, vija të holla dhe një pamje më të rrullur. Mungesa e ekurit mund të kontribuojë gjithashtu në rënje të flokut. Shtoni përsëri hekurin në dietën tuaj duke konsumuar disa kumbulla të thata dhe antioksidantë të fortë që do të dërgojnë oksigjen në qelizat e dëmshme të lëkurës dhe në gjendrën e flokut. Mbi të gjitha, gjëja më e mirë për kumbullat e thata mund të jetë se nuk keni nevojë të hani shumë prej tyre. Në shumicën e studimeve të përmendura, pjesëmarrësit ëngrën vetëm 5 kumbulla të thata në ditë për të parë ndryshimet e tyre dhe për të ndikuar gjithashtu edhe në shëndetin e përgjithshëm. Kumbullat njihen si multivitamina natyrale, edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shpesh sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i konsumoni më tepër. Kumbullat përmbajnë rreth 80 lëndë ushqyese. Kumbullat ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup, për shkak se ato janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban rreth 84% ujë, 0.6% proteinë, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, C dhe E, kalcium, magnez dhe kalium. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i kumbullave në mënyrë të përditshme dhe arsyet kryesore pse ky frut duhet të jetë një nga aleatët tuaj më të çmuar për të përmirësuar organizmin dhe gjithashtu për të parandaluar një sër komplikacionesh. Ato ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak.
Kumullat kanë indeks të ulët glicemik që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak dhe të zvogëloni rrezikun për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Gjithashtu, kumullat do të përmirësojnë kujtesën. Nëse konsumohen 5 kumbulla në ditë do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumbullat janë plot me antioksidantë që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Kumbullat gjithashtu mbrojnë shëndetin tuaj të zemrës. Një kumbull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar rrezikun e goditjeve në tru dhe në zemër. Ato përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tretës. Kumbullat lehtësojnë kapsllëkun dhe ndihmojnë në probleme me tretjen e ushqimit. Janë të mbushur me fibër dietike, sorbitol dhe histanin. Kumbullat e thata janë të mbushura edhe me element ushqyes të mrekullueshëm për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë për të konsumuar kumbullat gjatë gjithë vitit është t'i zhysni ato në ujë të zier, t'i lini të ftohen dhe më pas t'i ngrini ose t'i konsumoni në formën e kompostos. Kumbullat do të forcojnë shëndetin e kockave. Studiuesit në Universitetin e Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumoi 100 gram kumbulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe vitaminës D. Grupi që konsumoi kumbulla të thata kishte një dëndësi më të lartë të kockave në shpinë dhe në parakrah. Ato përmirësojnë shëndetin e syve. Kumbullat janë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë në kumbullat mund të ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikat e verdha, çrregullime shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Ato mbrojnë kundër qelizave të dëmshme. Kumbullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira të dëmshme në sajtë antocianinave pigment i kuq në blut e disa kumbulla. Ato janë të ulta në kalori. Një kumbull e vogël përmban vetëm 30 kalori, kështu që kumbullat mund të jenë një ushqim i shpejtë dhe shumë i mirë nëse mbani dietë. Kumbullat shkatrojnë qelizat e dëmshme të gjirit. Ekstraktet e kumbullës mund të vrasin qelizat e dëmshme të gjirit, ndërkohë që qelizat e shëndetshme për tyre nuk dëmtohen pas përdorimit dhe konsumit të tyre. Kumbullat janë të jashtëzakonshme dhe të shijshme dhe të preferuara nga konsumatorët shqiptar. Kumbullat përmbajnë vitaminën C dhe fitonutrient. Këto përbërës kanë vlera antioksiduese, parandalojnë dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira. Substancat që gjendet te kumbullat ofrojnë mbrojtje të yndyrnave thelbësore të neuronet dhe membranet e qelizave kundër çdo sulmi që mund të shkaktohet nga stresi ose vetë nga procesi i oksidimit. Gjithashtu, kumbullat janë një burim i pasur i fibrës që rregullojnë sistemin tretës. Sipas studimeve, kumbullat e njoma ose të thata janë tepër efektive për të trajtuar çrregullimet e tretjes siç janë edhe konstipacioni. Kumbullat përmbajnë vitaminën B6 që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nervore dhe ruan funksionin më të mirë të këtij sistemi. Ato gjithashtu ndihmojnë në zhvillimin dhe formimin e hormoneve që kanë ndikim tek humori ynë. Triptofani është një aminoacid që ndihmon në prodhimin e neurotransmetuesit serotonin që luan një rol të rëndësishëm për gjumin, oreksin dhe përqendrimin. Konsumi i kumbullave do të ruajë edhe shëndetin e zemrës. Sipas studimeve, nëse i konsumoni kumbullat e thata në mënyrë të rregullt, një gjë e tillë do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në arterie, por jo vetëm kaq. Kumbullat parandalojnë disa çrregullime kardiake, zhvillimin e arteriosklerozës dhe ulin rrezikun e atakut në zemër. Kumbullat janë të rëndësishme për të forcuar sistemin imunitar, falëpranisës së vitaminës C. Ato forcojnë rezistencën e trupit ndaj infeksioneve të ndryshme dhe inflamacionit. Studimet kanë treguar se kumbullat luajnë një rol parandalues në zhvillimin e qelizave të dëmshme dhe kanë vlera të mëdha në parandalimin e një sër komplikacionesh të tjera. Ndaj, konsumoni gjithashtu ato në mënyrë të moderuar për të marrë vlerat, të cilat i përmendëm më herët sipas ekspertëve të Healthline. Vëmendje. Jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.